Do befasoheni me atë që i ndodh zemrës, diabetit dhe kolesterolit nëse konsumoni speca djegës çdo ditë. Speci i kuq djegës është të përdorur prej mijëra vitesh kundër disa probleme shëndetësore, duke përfshirë urthin, llapin, sëmundjet e stomakut, temperaturën, probleme me tretjen, fytyn, çrregullimet hormonale, të vjellat dhe bajamet. Speci i djegës është i mirë gjithashtu për shëndetin e zemrës, por speci i djegës është një përbërës mirëbërës për shëndetin e zemrës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Konsumi i tij sipas të dhënave të Healthline ka ndikime të menjëhershme në sistemin e qarkullimit të gjakut, në enët e gjakut, në arterie dhe në tensionin e gjakut. Pjesa më e madhe e këtyre vlerave të specit të kuq të djegës i atribuohet kapsaicinës, një substancë e cila shkakton edhe aspektin djegës kur konsumoni speca. Kapsaicina është gjithashtu një produkt që ka një reputacion të mirë kundër dhimbjeve, madje përdoret nga industria farmaceutike për kremra dhe tretësira, gjithashtu kundër problemeve të artritit. Speci i kuq djegës përdoret gjithashtu edhe kundër atakut të zemrës dhe mban larg një sër komplikacionesh. Përdorimi i tij në përditshmërinë tuaj mund të jetë një përzgjedhje mjaft e mirë ushqyese në betejën kundër komplikacioneve dhe gjithashtu ndikimit që ai ka në mbrojtjen e shëndetit. Vlerat e specit të kuq djegës janë mirëbërëse për organizmin. Speci i kuq djegës është një burim shumë i mirë i karbohidrateve, antioksidantëve me fuqi parandaluese, gjithashtu edhe kundër radikaleve të lira. Sipas informacioneve të Healthline, speci i kuq djegës përmban edhe sasi të larta të vitaminës A. 2 lugë gjedhe me speca të kuq djegës në varietetin Pure ofrojnë 47% të dozës rekomanduar ditore të vitaminës A. Përveç kësaj, specat e kuq djegës janë burime të mira të vitaminës C, vitaminës E, vitaminës B6, të vitaminës B, manganit dhe fibrës dietike, shumë të rëndësishme këto faktorë në mbrojtjen e shëndetit. Por si të përdorni specin e kuq djegës në të mirë të shëndetit dhe të parandaloni gjithashtu ndikime negative në organizëm. Speci i kuq djegës mund të përdoret i thatë ose edhe i freskët. Ai mund të përdoret në salca të ndryshme, në gatime të mishit, në supa ose në fasule. Niveli i nxehtësisë të specat e kuq djegës minimizohet duke hequr kështu edhe farat që ato përmbajnë. Farat duhet të hiqen duke përdorur doreza për të shmangur më pas kontaktin e duarve me syt. Speci i kuq djegës duket se është një produkt mjaftueshëm i mirë kundër problemeve të radikaleve të lira, gjithashtu edhe shqetësimeve që ndikon depresioni në organizëm. Dieta gjithashtu bazohet në teorinë që këto element riekuilibrojnë mekanizmat mbrojtës të organizmit dhe gjithashtu mbajnë larg shqetësimet e tij. Kohët e fundit, kërkuesit nga Cedar Sinai Medical Center në Los Angeles, SBA, kanë studiuar efektet e kapsaicinës në laborator dhe kanë arritur në përfundimin se ato ndihmojnë gjithashtu edhe në parandalimin e disa llojeve të radikaleve të lira, sidomos ato që shkaktohen nga problemet të prostatës, të mushkrive, të zorrës së trashë e të tjera, duke cilësuar kështu specin e kuq djegës një përzgjedhje fantastike në shëndetin tuaj. Speci i kuq djegës gjithashtu është i pasur edhe me përbërës të cilët ndihmojnë trupin tuaj kundër problemeve të ndryshme. Ai është i pasur me kapsaicin, përbërës kryesor aktiv farmakologjik, flavonoide, vajra esenciale, gjithashtu karotenoide, celulozë, kalcium dhe nivele të mira të hekurit. Përmbajtja e lartë e vitaminës C të speci i kuq djegës është më e madhe se të gjitha frutat ose perimet e tjera, ndërsa gjendet edhe në sasi të konsiderueshme vitamina A, vitamina K, gjithashtu edhe vitamina B. Studimet e vetive të specave të kuq djegës janë të mëdha. Gjithashtu ekspertët nga Holanda që prej viteve 1930 rekomandojnë specin e kuq djegës si një përzgjedhje mjaft të mirë ushqyese në betejën kundër radikaleve të lira, gjithashtu edhe në mbrojtjen e imunitetit tuaj.
Ekspertët thonë se speci i kuq djegës është një zgjedhje shumë e mirë kundër depresionit. Edhe në Indi thuhet se speci i kuq djegës stimulon shpirtin dhe pastron gjakun. E në të vërtetë është vërtetuar se ka ndikime pozitive tek humori dhe kështu është vërtetuar se ka efekte mjaft të mira në mbajtjen larg të komplikacioneve dhe gjithashtu rritjen e rezistencës së organizmit tuaj. Ekspertët thonë se specat e kuq djegës janë në një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Për sa kohë ai përdoret në doza standarde dhe brenda normës së lejuar, përfitimet e tij do të jenë vërtet të larmishme. Gjithashtu, speci i kuq djegës është tejet mirëbërës për shëndetin tuaj të zemrës. Konsumi i tij, sipas të dhënave të Healthline, ka ndikime të menjëhershme në sistemin e qarkullimit të gjakut, në enët e gjakut, në arterje dhe në tensionin e gjakut. Pjesa më e madhe e vlerave të specit të kuq djegës i atribuohet kapsaicinës, një substancë që shkakton edhe aspektin djegës të specat. Kapsaicin ka një reputacion të shkëlqyer kundër dhimbjeve, madje përdoret edhe nga industria farmaceutike në kremra dhe tretësira kundër problemeve siç është për shembull edhe artriti. Sa i përket shëndetit të zemrës, ka disa studime që sugjerojnë se konsumi i rregullt i specave të kuq djegës do të ulët gjithashtu tensionin e gjakut, kolesterolin dhe pengon edhe trombozën. Këto probleme mund të shkaktojnë edhe atak në zemër. Ekspertët thonë se konsumi i specave të kuq djegës në menunën tuaj ditore mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Sigurohuni ta përfshini si duhet brenda normës së lejuar specin e kuq djegës në dietën tuaj dhe vetit e tij në shëndet do të jenë edhe fitimprurse. Shumë njerëz pohojnë se nuk mund të hanë speca të kuq djegës sepse ndjejnë djegje në stomak, por kjo nuk është e vërtetë. Madje në shumë kultura është përhapur edhe terapia me çajin e përgatitur nga kamomili ngrohtë, një lugë gjedhë spec plur djegës dhe një lugë mjaltës si ëmbëlsues natyral. Te specat e kuq djegës gjenden sasi më të mëdha të kapsaicinës, flavonoideve, vajrave esencial, karotenoideve, celulozës, kalciumit dhe hekurit. Përmbajtja e lartë e vitaminës C është më e madhe se të gjitha frutat dhe perimet e tjera, ndërsa gjenden edhe sasi të konsiderueshme të vitaminës A, vitaminës K, vitaminës B. Jo më kot studimet kanë nisur ta quajnë atë edhe ari i kuq i tavolinës. Shumë njerëz kanë frikë nga ushqimet pikante për shkak të pasojave të hemoroideve. Në të vërtetë që prej viteve 1857, Akademia Mjekësore Franceze ligjëronte zyrtarisht vlefshmërinë e specit të kuq djegës kundër problemit të hemoroideve, por ajo që duhet theksuar është se duhet të përdoren në sasi të vogla dhe të moderuara dhe asnjëherë në sasi të tepërta, pasi mund të ndikojë në përkeqësimin e shëndetit tuaj. Nuk këshillohet të përdoret te të vegjëlit, sidomos ata nën moshën 13 vjeçare. Po ashtu nuk duhet të tepruhet edhe nga ata persona që vuajnë nga aciditeti i lartë i stomakut, ulçrat, hepatitet, kistet dhe hemoroidet. Teprimi mund të shkaktojë irritime të mukozës së zorrëve, inflamacione gastrointestinale në stomak dhe në veshka. Megjithatë, në doza të vogla mund të shërbejë edhe për të lehtësuar disa komplikacione të ndryshme që mund t'i kanosin organizmin tuaj në tërësi. Speci i kuq djegës është tërësisht i këshillueshëm në receta të ndryshme parandaluese në infarkt dhe sëmundjet kardiovaskulare. Është parë se përdorimi i vazhdueshëm i tij do të ulë nivelin e kolesterolit të gjakut, ndihmon në zemrën dhe gjithashtu ndihmon punën e arterieve të zemrës. Farat e kuqe të specit mund të përmbajnë gjithashtu element që parandalojnë edhe problemet e kolesterolit dhe ndikimet e tij në organizëm. Kapsaicin vepron edhe te metabolizimi i yndyrnave duke përshpejtuar kështu edhe penguar akumulimin e tyre. Është parë se specat e kuq djegës kanë efekte pozitive te personat e prekur nga diabeti, sepse përbërësit e tyre përmirësojnë aktivitetin e insulinës. Gjithashtu për më tepër, efektet mbrojtëse në nivelin e kolesterolit
ekspertët i cilësojnë ato si një përzgjedhje efektive. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.